Të dukesh gjithmonë i freskët dhe rinor nuk është kaq e lehtë, sidomos kur bëhet fjalë për ata njerëz të cilëve rënja e flokëve ju nis në një moshë të re. Megjithatë, dëshira për të dukur më i ri plotësohet fjalë mjekëve specialist në klinikën Sante Plus në Tiranë. Transplanti i flokëve është jo vetëm efikas, por edhe mjaft i natyrshëm në rezultatin përfundimtar. Ndaj mos nguroni t'i ktheni vetes shkëlqimin e munguar. Një pamje e re, një jetë e lumtur. Kjo është traseja në për të cilën klinika estetike Sante Plus ka krijuar identitetin e saj, duke lënë gjurmë në të gjithë vendet ku ajo ka shtrirë aktivitetin. Sante Plus Group është rrjeti spitalor që tashmë është kthyer në lider për të gjithë dashamirësit e të bukurës. Klinika Sante Plus, prej më së një viti, gjendet edhe në Tiranë, me ambientet e saj në Spitalin Hygea, me specialistët më të mirë turq në fushën e kirurgjisë plastike. Përpos të gjitha ndërhyrjeve estetike, ajo që e bën Sante Plus edhe më të veçantë në estetik është teknika e mbjelljes së flokëve. Për të gjithë ata që deri dje shihnin si të vështirë mbjelljen e flokëve të tyre në vendin tonë, mjekët e specializuar turq në Sante Plus i kthejnë vitet pas dhe të bëjnë të dukesh shumë më mirë nëpërmjet transplantit të flokëve me metodën FUE, procedurë shumë më pak e kushtueshme se sa në vende të huaja. Metoda FUE e transplantit të flokëve është një ndërhyrje që bëhet pa qepje dhe relativisht e rehatshme, e cila karakterizohet nga procesi i marrjes së rrënjës së flokut te personi që bën ndërhyrjen dhe më pas mbjelljen e rrënjës aty ku nuk ka më flok. Kjo është një nga metodat që pranohet si një standard i artë, e cila nënkupton hapjen e kanalit me gjilpër dhe realizimin e mbjelljes më njëherë pas saj. Megjithse është një teknikë që zgjat në aspektin kohor disa orë për shkak të numrit të madh të rrënjve që mbjellen, rezultati është i shkëlqyer dhe flokët duket sikur kanë ekzistuar në atë pjesë të kokës gjithmonë. Kështu së bashku me një pamje të përmirësuar, shumica e pacientëve që bëjnë transplantin e flokëve ndjehen me shumë më tepër vetbesim. Transplanti i flokëve është perfekt për ata që përpiqen të rezistojnë plakjes dhe imazhin e kanë shumë të rëndësishëm. Për të qenë më afër procedurës dhe teknikës FUE që përdoret për transplantin e flokëve në Sante Plus, doktoresh Sidita do të na shoqërojë në sallën ku mjekët specialistë turq po kryejnë ndërkohë një transplant flokësh. Pra ndërkohë ne jemi në sallën e transplantit të flokëve, Arber është pacienti që po përjeton ndërkohë këtë procedurë. Mund ta shpjegoni pak procedurën si funksionon tamam? Po. Transplanti i flokut konsiston në rilokalizimin e flokëve ekzistues. Flokëve që janë të pranishëm te pjesa e pasme e kokës, pjesa poshtë veshit, të cilat merren dhe rivendosen te pjesa përparme, aty ku ka më nevojë, ku floku mungon apo floku është më i hollë. Pse pikërisht tek pjesa e pasme? Sepse pjesa e pasme ka flok, pra qime flokësh, të cilat janë gjenetikisht rezistente ndaj rënjes. Ato nuk influencojnë nga stimujt hormonal. Prandaj edhe kur merren nga aty flokët dhe vendosen në një vend tjetër, nuk mund të bien asnjëherë më. Pra procesi është permanent. Si përzgjidhen qimet? Qimet përzgjidhen me anë të një aparature, instrumenti të vogël, i cili e pret folikullin e flokut, sepse qimja në lëkurën e kokës nuk rritet në mënyrë individuale. Ajo rritet në formë tufash, 1 deri në 4 maksimumi qime që ka një tuf apo një folikull. Merret komplet folikuli bashkë me indin për rreth, në formë incizioni rrethor shumë të vogël, përpunohet nga ekipi dhe pastaj rivendoset aty ku duhet. Dua të përfitoj edhe nga rastit them që edhe konsultat janë falac për këtë pjesë. Atëherë përgjithsisht njerëzit që vinë këtu dhe janë të interesuar për të bërë transplantin e flokëve, kush janë? Janë meshkuj? Janë të një moshe të caktuar? Po, zakonisht janë meshkujt. Meshkujt të cilët kanë një farë kohe, një farë periudhe me rënjen e flokëve që vuajnë nga ky problem. Por edhe ato individ të cilët është tentuar mjekimi me masa tjera, por që nuk ka dhënë rezultat dhe rënja e flokëve është progresive pavarësisht gjithë masave që janë ndërmarrë. Si procedurë, sa zgjat? Mund zgjasin nga 8 deri në 12 orë. Pra është një procedurë që do dhe shumë përqendrim? Do shumë përqendrim. Mendoj që në këtë rast ekipi është i specializuar, ka shumë përvojë, me eksperiencë, merren rreth 2000 deri në 4000 grafte që transplantohen. Dhe ndërkohë pacienti nuk ndjen asgjë.
Jo, pacienti nuk ka asnjë lloj dhimbjeje. Mbas kësaj procedure, pastaj pacienti mund vijoj jetën e vet normalisht, do ketë një lloj shqetësimi ditët e para. Me të qenit i kujdesshëm. Duhet jetë shumë i kujdesshëm. I kujdesshëm në ç'sens? Sens? Pra, koka do të fashohet 3 ditët e para? Koka do të fashohet 2-3 ditët e para, pastaj mund të hiqet fashoja, duhet hiqet fashoja dhe pacienti mund të bëj banjo gjatë kësaj kohe. Rrjeti spitalor Sante Plus është ndër më të njohurit në Ballkan për kirurgjinë plastike dhe përfaqësimin e një imazhi të përsosur. Kështu në klinikën Sante Plus, shërbimet cilësore estetike janë të shoqëruar nga ambiente mjaft komode brenda klinikës, të dedikuara sipas specifikave të pacientëve. Duke nisur nga dhoma e dedikuar për transplantin e flokëve, tek dhoma e lazerit që shërben për depilimet, dhoma e estetikës në të cilën ofrohen teknikë